Ashtu tregon pejgamberi Allahu, siç e ka nxjerrë një hadith Imam Ahmedi, se Allahu Azza wa Jall mburret, krenohet, gëzohet Allahu Azza wa Jall, krenohet në mesin e melekëve me ata që prezentojnë në kohën e namazit të sabahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu t'i pëlqen një njeri i cili është i mbuluar me organ dhe qeve, është në vend të nxehtë, është afër bashkëshortës së tij. Tha Allahu Azza wa Jall i pëlqen ai i cili e hedh qevën, e hedh organin e vet, e lën shtratin e vet, tha e lën familjen e vet, e lën gruan e vet, dhe ngritet dhe bisedon me Allahun Azza wa Jall. Allahu i thot me laqe, a pe shifni robin tem, i cili braktisi shtratin, e laj organin, e la qebën, vetëm për mu, tha për shkak se shpreson në atë që i kam premtu, dhe friget nga ajo që e kam kërcënu. Tjetar të hadithit toj, do të thot Allahu Azza wa Jall sikur mi thonë, pra ki që i la kejt këto, ka me ja plotësu atë që ja kam premtu, dhe kam e mbrojt prej asaj që e kam kërcënu. Pra njonit mi thonë se që unë mëngjes se kanë me të përmen, ishte që 3 orë për para me pritëren, se filoni ka më përmen në televizion, ka më përmen në për gazeta. Allahu Azza wa Jall e përmen në robin e ti në mëngjes, me emën, me mbi emën, në mëngjes dhe mburët Allahu Azza wa Jall me këta robë, të cilët janë ngrit në mëngjes, i kanë lënë dëfrimet e dunjas dhe ju kanë përkështu ibadetit. Para të tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, direqat sunet të sabahut janë më me vlerë se dunjoja dhe çka kanë ta. Sunetet, po farzi, s'ka shpreje për farzi.